është gjithë problemi. Por këtu krijon një paradoks, kjo shembulli që u solla pak më parë, që thash, në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm je dënuar 2 vjet e gjysmë. Nga SPAK-u je dënuar, nga KKO-ja je dënuar 1 vit e gjysmë, ai përfiton, ky nuk përfiton? Pikërisht prandaj edhe ligjvënësit në fund fare thotë, të gjithë ata që nuk përfitojnë nga pikat A, 1, 2, 3, ju uret të gjithëve dhe vrasjes. Pavarësisht kriterëve ndalimit. Një vit burg përfitojnë të gjithë. Këtu përsërit del SPAK-u, jo thotë. Dhe SPAK-u nuk përfiton askush. Ja, edhe në SPAK nuk ka amnesti për korrupsionin. Ky është mesazhi. Nuk përfiton në SPAK, po nuk përfiton dënuar për korrupsion. Shkelja e pabarazisë në tender është një vepër tjetër penale, nuk hyn në vepër e korrupsionit ajo. Po ku do çon shkelja e pabarazisë në tendera? Se nuk është paralelisht u fal. Dakor se e lexojnë në popull, po. Në cilësimin do jetohet pasuria, në cilësimin ligjor, në cilësimin formal juridik është tjetër vepër penale e korrupsionit. Dakor për dënimet me burgim që nuk përfitojnë. Pavarësisht aty ishte diferenca, ishte shkelur tenderi. Nuk përfitojnë dhe ata që dënojnë me shërbim prove nga SPAK-u. Ato pak shërbim dënime alternative që dënon GKO-ja, as ata nuk përfitojnë. Ata do vazhdojnë shërbimin e provës. Problemi është boll që të ka dënuar GKO-ja, nuk ka si benefit. Pavarësisht se mund të jesh ta kesh ezauruar fajin, mund të kesh lexuar libra, siç thoni ju, mund të jesh sjell mirë. Mund të jesh në një muaj ende shërbim prova dhe prapë nuk përfiton. Atë që duhet të kuptojmë është dallimi midis amnistisë dhe faljes, është me amnisti quhesh i padënuar. Kurse me falje është vetëm në momentin që këta persona... Po doli amnistia je i padënuar. Figuron i padënuar në regjistrin e... Delë mbi rehabilitimin e mbi të gjitha. Kurse falja është, je falur, thot ai, është me shërim. Nga ardhur gjyna shtetit edhe kaq. Çdo memorie penale fshihet. Amnistia është të zeron. Quhesh i padënuar. Quhesh i padënuar. Pikërisht, prandaj nuk duhet të dhënë amnesti korrupsionit. SPAK-un nuk duam ne asnjë nga SPAK-u, se i quhen të gjithë të korrupsion. Si ai që është dënuar për moskazim krimi, si ai që është për falsifikim dokumenta, si ai që është për korrupsion, si është ata që janë në hetim për 50 milionë euro, të gjithë i kanë futur në një thes që... Mirë, kjo pastaj ka të bëjë me çfarë ka parashikuar ligji për ata që janë subjekti i SPAK-ut. Atë që thanë profesorët, që duhesh një statistik, fillimisht, sa veta kemi për këtë, nga ka ardhur, si mund të shmanget kjo pasoj, sepse unë jam i bindur. Ju zum vetëm një dispozit që mbushën buxhet plot. Mbajtja, tregtimi, për qëllim përfitimi me përjashtim të përdoruesit me vlerat vogla. Thot ligji. Edhe atë nuk e ka zgjidhur mjeku. Ja ka lënë përsëri individit të zgjidhur. Sepse edhe një shishe birë të pish, prapë të sjellë dëm për shëndetin tënd. Por 350 veta, 400 veta që do përfitojnë në mënyrë të menjëhershëm, brenda muajit krevatet e tyre nuk do të thahet lagështira e çarçafit, po do zihet përsëri. Domethënë që kaq mund të shkojë numri përgjithsisht që përfitojnë? Të paktën me një farë, po themi për llogaritje që ka bërë referuar dhe çfarë ka ndodhur me amnistin e burgje. Po, besoj. Te 1000 po. Shkojnë tek 1000 përfitues? Po, së bashku me kush përfitojnë me ato edhe me uljet e dënimit. Po flisni për të gjithë, edhe ata që janë me dënim alternativ. Ka dhe një problem tjetër. Pra nga ato 2-13.000 që tha Sajmiri mund të përfitojnë 1.000 gjithsej. Nuk e di sa janë, po aq përfitojnë. Kemi dhe problem tjetër, që është? Kemi dhe njerëz që kanë urdhrat e ekzekutimit dhe vendimet në do, ose nuk kanë urdhrat e ekzekutimit, po kërkojnë të vënë në burg,